Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi nga Kruja 2 ngjarje të rënda kriminale që tronditën Lezhën e kryeqytetit mbrëmjen e së njëjtës. Gjatë takimeve në zonën e pazarit, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se me politikën e tij ka fuqizuar bandat kriminale. Nga një masakër tjetër, mbrëm rrugët e Tiranës u skuqën. 4 vetë morën bërshëri dhe gjerë tani narkoshteti s'është në gjendje të thotë se çfarë ishin ato, por një 11 vjeçar kur nuk mund të gjuhej mbite doan. Mirë po, njeriu që i ndërsen dhe u thotë hani kokën njëri tjetrit, po më shërbeni mua, i shërbeni atij, krijon të situatë. Berisha paralajmëroi bandat kriminale që ushtrojnë presion mbi qytetarët në prag të zgjedhjeve se do të shpallen terroristë. Ne do bëjmë ligjin dhe ata të cilët do përzihen. Ata, ju lutem shumë çdo qytetari të maj shënim personin që u vjen dhe ju bën presion, ju kërcënon për votën. Absolutisht do shpallet terrorist pas këtyre zgjedhjeve, ai do të listohet si terrorist dhe do trajtohet si terrorist. Berisha theksoi se 11 maj është dita kur vendoset e ardhmja e vendit. Ju bëj thirrje qytetarëve të Krujës, pavarësisht nga bindjet politike. Nuk është çështja këtu as për Partinë Demokratike, as për parti tjetër, as për këtë aleancë. Çështja është në radhë parë për xhepin tënd. Çështja është për pensionin tënd. Çështja është për rrogën tënde, çështja është për biznesin tënd. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike vizitoi një fasoneri në zonën e Krujës ku shpjegoi programin e PD-s për biznesin dhe vendimin për të mbrojtur sipërmarrësit nga zhvlerësimi i euros.